Drama e Egli Mario, kush po gënjen, reagon Mario dhe flet shumë deklarata e tij, ja çfarë thotë, që nga postimin e Big Brother VIP thashë theme që po qarkullojnë për një marrëdhënie dashurie që ka lindur midis Eglit e Marios, i cili është edhe instruktor i palestrës e dyshimet, duket se kanë bërë një lëmsh i madh e aq më tepër pas deklaratës së sotme të Marios. Dyshimet e para i hodhi ish banori Big Brother VIP Gert Ferra, i cili në një emision në Top Albania Radio tha se Mario ishte shoqëruar me Eglin në studion e Big Brother VIP në ditën e hyrjes në shtëpi. Këto dyshime u hedhën poshtë nga Egli, i cili deklaroi në post Big Brother se ato nuk janë të vërteta, teksa sqaroi ndër të tjera, Mario ka qenë instruktor i kunatit tim, ky është i vetmi kontakt. Nuk kam qenë në një marrëdhënie përpara se të niste Big Brother VIP. Unë jam ushtruar për një farë kohë në palestrën që ka qenë Mario, por më pas jam larguar, tha Egli, teksa me këtë deklarat, sipas saj, çdo gjë u sqarua. Mirë, po kjo gjë nuk ka mbaruar me kaq. Disa foto të dyshës që kanë qenë në Itali e kanë pozuar për një kompani orësh, flasin të kundërta. Të dy fotot janë realizuar në të njëjtin vend e janë postuar madje në të njëjtën kohë. Nuk mjaftohet me kaq, pasi në një reagim ka ardhur edhe nga Mario nga llogaria e tij në Instagram, duke thënë: "Është e diel, je instruktor palestre, jeta është e bukur." Ka shkruar ai një kunjë hapur ndaj Eglit, e cila kishte thënë se Mario ishte thjesht një instruktor dhe asgjë më tepër. Duket se dyshja tashmë pas këtyre lajmeve në minutat e fundit kanë vendosur të bëjnë unfollow njëri tjetrit, duke ndërprerë çdo lidhje që mund të kenë pasur dhe duke lënë gjithçka pezull. Megjithatë, fansat e zjarrt të Big Brotherit janë kuriozuar më shumë se kurdoherë ndaj këtyre veprimeve të dyshës që po bëjnë kundrejt njëri tjetrit.